Nga rolet e humorit në politikë, aktoria e njohur shpall kandidaturën për kryebashkiake. Aktoria e njohur Delinda Disha, e cila ka fituar zemrat e shumë shqiptarëve me rolet e saj humoristike në televizion, ka zyrtarizuar kandidaturën e saj për postin e kryetares së Bashkisë Tepelen. Lajmi është bërë i ditur nga vetë ajo, e cila ka shpërndar një mesazh entuziast në rrjetet sociale, duke ndarë këtë kapitull të ri në jetën e saj profesionale dhe personale me ndjekësit. Jam e lumtur të ndaj me ju lajmin si kandidate e pavarur për kryetaren e Bashkisë Tepelen, shkroi Delinda në postimin e saj duke njoftuar kështu hapjen e një faze të re për karrierën e saj, këtë herë në politikë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.